Jemi në pjesën e dytë të emisionit dhe jemi duke folur për afatin ligjor që mbyllet praktikisht sot pra me këtë fund muaj dhe nga dita e nesërme në sektorin e transportit, në sektorin e njësive akomoduese, por edhe institucionet publike do të kenë detyrimin pra për të ofruar shërbimin e pagesës me kartë krahas pagesave me kesh. Në fakt, ky afat ligjor ose ky ligj ose kjo nisëm vjen në kuadër edhe të nismës së qeverisë për të reduktuar përdorimin e paras fizike, pra Shqipëria Cashless 2030. Por kemi parë pra që gjatë kësaj jave të fundit të këtij afati, shoqëritë e transportit ndërqytetas, por edhe operatorët e transportit urban kanë ngritur shqetësime sepse nuk janë gati për të ofruar një shërbim të tillë, ndërkohë që edhe zëvendës ministri i ekonomisë që patën pak më parë pra në pjesën e parë të emisionit në lidhje direkte, na saktësoi se nga ky detyrim ligjor përjashtohet transporti urban. Po në këtë pjesë të dytë të emisionit do të analizojmë pak më shumë me shoqatën e transportit ndërqytetas dhe kam kënaqësinë të kem në studio zotin Dashnor Memaj, që është dhe kryetari i kësaj shoqate. Përshëndetje, faleminderit që jeni në Kozon. Faleminderit. Në fakt, zoti Memaj, ne ju kemi ndjekur dhe kemi parë që gjatë kësaj jave keni qenë aktiv në atë që pa qartësinë që ka karakterizuar pikërisht këtë detyrim ligjor. Por tashmë, sikundër e përmenda në pjesën e parë, zëvendës ministri na konfirmoi se operatorët që ofrojnë shërbimin e transportit urban nuk e kanë këtë detyrim për ta respektuar pra deri në 31 maj. Në fakt, ju ishit në dieni apo Shiko, gjitha njoftimet që kanë qenë nga institucione kanë qenë që duhet janë të gjitha të përfshime dhe patjetër duhet të kenë sistemin pos çdo subjekt transporti. Pra, dy ditë është ne pam një njoftim tjetër që përjashtonte një kategori të caktuar të shoqërive që ishin me ato që janë pa TVSH, përjashtohen nga ky detyrim, le të themi. Tani më në pjesën e parë të emisionit tuaj, zëvendës ministri thotë që janë përjashtuar transporti urban, gjë e cila realisht deri në njoftimet e tanishme kanë qenë përfshira të gjitha. Ne kemi pikpyetjet tona mbi funksionimin e saj sepse që të shkojmë tek pagesat nëpërmjet sistemit të kartave apo dhe të bankës apo edhe online duhet kemi infrastrukturën e duhur. Ne aktualisht nuk kemi një infrastrukturë. Nuk kemi një terminale të mirëfillta apo agjenci, qoftë edhe agjenci nëpër terminale apo pika nisë nëpër qytete që mirë, ta bëjmë bisedën pak më të thjeshtë zoti Memaj. Ky ligj u miratua që në dhjetor të vitit 2025 dhe deri tani në fund të majit për aq kohë sa ishte dhe shkruar që gjithë sektori transportit do të jetë i përfshirë. Ju për shembull pse nuk i morët këto masa paraprak? Ne nuk ndërtojmë dot platforma. Ne nuk bëjmë dot atë që bën institucione. Pra që të arrijë pagesa duhet kemi platforma. Duhet kemi platforma, duhet kemi bilet fiskalizuar elektronike. Duhet kemi sisteme të ngritura që unë si qytetar mund të kem mundësinë të marr një bilet javore, ditore, mujore, të kem bilet që mund ta paguaj nëpërmjet aplikacioneve lidhja edhe unë të shkoj me biletën e rezervuar tek autobusi, do shumë infrastrukturë përpara se ne gjithmonë kur flasim për transportin, po aq e rëndësishme sa aspekti financiar dhe mundësia ekonomike e operatorëve për të ofruar shërbim është edhe infrastruktura. Aktualisht ne nuk mund të ndërtojmë po e themi në gjuhën më popullore një çati pa patur themelet e forta për një ndërtesë. Ajo që është kërkuar është sqarim se si do të funksionojë, kujt do t'i takojnë kostot cilat e vendosjes kësaj pajisje. Nuk janë kostot të vogla, janë 2% deri në 2.7%, për kartat cilat janë ndërkombëtare është mbi 3%, kjo është komisioni drejt për drejt për çdo transakcion që ty prek qytetarin në raport me operatorët. Përderisa transporti publik është me një çmim parasaktuar, na lindet drejta që të kërkojmë informacion kur do t'i takojnë këto kosto, sepse ndryshe nga sektorët të tjerë, po marrim se është përfshirë edhe sektori i turizmit, akomodimeve, kanë më ndryshe sepse bën një analizë ekonomike. Dhe janë tërësisht të lirë për ndryshuar çmimin, nëse të rrit kostot 3%, do të thotë është çmimi në produktit final 3%. Kurse unë mos si operator, si ofrues shërbimi, ti nuk më jap këtë drejt, nuk më jap këtë mundësi. Prandaj, edhe kemi kërkuar që një sqarim se sa do të jenë kostot, si do të funksionojë, ka dhe një kosto mirëmbajtje posi. Nëse ti nuk e përdor për një periudhë të caktuar, automatikisht ka kosto mirëmbajtjes mujore. Por ka dhe një kosto tjetër në moment që ne dim shumë mirë se si funksionon transporti publik edhe faturino apo shoferi, se sa të kujdesshëm janë për atë pajisjen teknologjike. Nëse ai do të thyet apo dëmtohet, rrjedhimisht ka një kosto shumë më të lartë. Janë shumë gjëra që mund të, edhe ne ndërgjegjësimin vetvete nuk e kemi, që çdo qytetar tip nga dera para autobusit, shikoj kartën,
Po çfarë do të printoj? Do të printoj një bilet me një barkod që të çekohet, shikoj tash e vlefshme, do shumë punë rrjedhimisht për shkuar aty. Pra do një model mirë përcaktuar për të paktën transportin urban. Patjetër. Ne nuk jemi kundra, sepse është një mundësi alternative për qytetarët, por ne atë shërbim ofrojmë sot edhe me kesh. Nuk është një shumë që kalon nivelet. Reduktimi i keshit mund të bëhet edhe në forma të tjera. Siç ishte ulja pragut midis transaksioneve deri në 100.000 lekë, mund të ulet pak më poshtë, por rrjedhimisht shkallë të bëhen do dhe periudhën tranzitore. Ne në kompanitë, sepse përfshin të transportin, në kompanitë e taksive, kanë filluar të vendosin e POS-eve, të shikojmë se si funksionon, të bëhet transportin ndër qytetas, që është më i lehtë për shkak të fluksit më të vogël, pastaj të kalohet te transporti urban, po duke ndërtuar platformat, ndryshe nuk e bëjmë dot edhe çdo urdhër që mund dalë, do të bie ndesh me realitetin në cilën përballemi çdo ditë. Por jo vetëm kaq, por të imagjinojmë për shembull, supozojmë në kryeqytet, në Tiranë, ne kemi një kontingjent shumë të lartë të moshës së tretë, pensionistët që përdorin transportin urban. A janë ata gati për të bërë pagesa të tilla, edhe sikur të gjendet ai modeli, edhe sikur të ishit gati me infrastrukturë? Qofse do të ngrihet modeli, nëse të ishte infrastruktura, aboneja nuk do të ishte më e tradicionale që ka 50 vite që ofrohet, nuk do të ishte bileta fizike që ka 50 vite që është përdorim, po do të ishte një bilet apo një kartë që do të çekohet tek pajisjet. Ne kemi patur disa takime me kompani që ofrojnë këtë shërbime nga Kina, Japonia, por duke analizuar tregun shqiptar, për momentin duhet të ishin disa linja pilot, sepse nuk bëjnë dot edhe ato, duhen ndërgjegjësim në tërësi, duhen ndryshim i kontratave, duhen ndryshim i kodit, i penaliteteve për qytetarët që cilët nuk e çekojnë kartën, për operatorët në raport me institucionet. Kjo është vetëm, pagesa me kartë është vetëm një alternativë më shumë, nuk do të thotë se zgjidhe problemin e transportit dhe një frim tjetër e ndryshove totalisht qasjen e qytetarëve drejt transportit. Sepse ai që është vetëm për turistët, cilët po themi janë mësuar në vendet nga të cilat vijnë, mund të paguajnë me kartë, është një alternativë, thjesht alternativë që sjell kosto tek operatorët dhe tek ofruesit e shërbimit transportit publik. Po zoti Memaj, meqense për transportin urban u qartësuan pak me vonesë që nuk është pjesë e këtij detyrimi ligjor, transporti ndërurban që ka për detyrë që nga dita e nesërme në vazhdim ta ofrojë këtë shërbim, në dijenin tuaj janë gati autobusët dhe linjat ndërurbane për të ofruar këtë shërbim? Janë shumë pak kompani në fakt, sepse nuk është e qartë edhe situata dhe njoftimit që bën nga institucionet atimeve, përjashtohen subjektet cilët janë pa TVSH. Janë shumë subjekte në sektorin e transportit publik ndër qytetas që janë subjekte pa TVSH, në subjektet vogla, sepse kanë një autobus, një linjë, një shofer, një administrator. Do të thotë që këtu fillon përplasja, sepse transport publik është paqartësia për të ofruar atë shërbim siç duhet ta ofrojmë. Janë kompani të cilat edhe kanë më shumë autobus. Për çdo autobus do të kesh një POS, për çdo autobus do të kesh wireless që të funksionojë, do ta zgjidhësh me kartë SIM apo me pagesë mujore. Janë shumë kosto që rrjedhimisht o duhet përfshihen tek bileta ose të kalojnë të subvencionojnë institucioni ose të ulet përqindja me cilën mbahet çdo transaksion, sepse aktualisht është shumë e lartë, është 2 deri në 2.7% në varësi të bankave të nivelit 2. Po derisa të arrihet në këtë rishikim të mundshëm të këtyre komisioneve, flasim për realitetin që kemi. Realitetin e kemi shumë pak kompani. Unë bërë edhe shkresa zyrtare, shumë pak kompani janë të cilat janë të gatshme për të ofruar këtë mundësi alternative të pagesës. Ndoshta do të ishte më mirë që linjat cilat janë me destinacione turistike të fillonin të vjen këto POS, atë gjenë një formë më e mirë dhe më e butë në aspektin e kostove, të funksionoj, pastaj duhet ndërtohet edhe platforma, është i transporti, por nuk ka shkuar deri tek bileta fiskalizuar elektronike, po nuk patë këtë zgjidhje, që si qytetar, nëpërmjet pajisjes, si operator, nëpërmjet pajisjes tonë, të japësh mundësinë të paguaj cash, me kartë apo me bankë, sepse edhe në kontabilitet nuk bëhet lidhja e duhur, nëse ti do të japësh, marrësh pagesën cash, do të japësh bilet fizike, apo do nëpërmjet kartës pastaj lidhja në veprimet kontabilitet. Do shumë pyetje të cilat janë paraqitur institucioneve,
për të zbardhur. Këtë duam, ne nuk kemi kundra teknologjisë, kundra risive, por nuk është zgjidhje, por nuk patëm një platformë të qartë se si të funksionoj. Pse mos kemi një platformë me një bilet fiskalizuar që çdo qytetar të eliminoj marrjen telefon të kompanive, ke vend apo nuk ke vend për një qytet. Ty nëpërmjet aplikacionit mund të pesësh një bilet, zon vendin. E ka gjithë bota, ne kemi modelet, nuk ka se duhet të shpikim me të nisim nga zero. Marrim modelet i përthithim, ti vëmë zbatim, të ofrohet një shërbim më i mirë. Edhe një krejë të transportit për të parë se sa realisht qa fluksi ka transporti, aja vlen të rinë shumë linjat cilat janë, aja vlen të hiqen disa orare, apo të shtojnë në oraret të tjera. Po s'patëm një qartësim të kësaj situate, nuk mund të kemi një përmirësim të kushteve të transportit. Zoti Memaj, një nga qëllimet e kësaj nisme është pa diskutim formalizimi, por paralelisht me këtë është edhe fakti që duke patur parasysh që kemi shumë turistë huaj që vinë dhe frekuentojnë gjatë periudhës së verës, por jo vetëm, edhe gjatë gjithë vitit vendin, ideja është që t'i ofrojmë shërbimin e duhur këtyre turistëve të cilët janë mësuar të paguajnë edhe me kartë. Tani nëse ju keni ndonjë të dhënë, sidomos për këto destinacione turistike, dominojnë këta të huajt që zgjedhin transportin ndër qytetas? Në fakt, vetëm në periudhën e verës ka një rritje të fluksit, se gjatë periudhave që fluksi është më i ulët, nuk është se janë përdorur shumë qartë të transportit publik, sidomos ndër qytetas, sepse qytetas përdoret, ti me realist. Brenda qytetit të përdorin? Përdoret më shumë se sa në linja ndër qytetëse. Nuk janë të qartë ndoshta edhe për oraret, itinerarët, kostot reale. Nuk ka një platformë që ato gjatë gjithë kohës. S'kan ku informohen pra, se s'ka një platformë ku informimi do të jetë më i lartë edhe në pikat kufitare cilat prekon vend Republikën e Shqipërisë, tu japim mundësi alternative që të ketë transport publik me autobus, por ne kemi parë tani më që shumë turistë vinë të organizuar, edhe kanë transport të turizmit turistik, të cilat nuk përdorin fare transportin publik ndër qytetas. Janë kontaktojnë kompani që shkojnë marrin në pikat portuale apo edhe në aeroport, janë grupe të organizuara, kanë disa destinacione që me një mjet për 3-4 ditë apo sa mund të rinë ato i vizitojnë, nuk është se ndikon shumë. Në verë mund të jenë breakdate që frekuentohet më shumë nga turistët, por kjo mund zgjidhet për momentin me një agjensi në terminal, kur ndërtohet terminali, sepse e para është që duhet ndërtohet terminali. Këtë një agjensi që në agjensi mund të pret bilet, mund të paguaj cash, mund të paguaj me kartë, sepse agjensia është një post pune, edhe ka mundësin, sepse edhe internetin e ka aty, qytetare pa turisti mund të marrë bileta në këtë agjensi. Por ne duhet të nisim nga agjensit, nga terminali, nga stacionet të ndërmjetme, shkojmë tek postët në për mjete. Pra, turistët e huaj zgjedhin një më mirë të marrë një makinë me qera se sa të përdorin transportin ndër qytetas, pikërisht për shkak të mungesës së informacionit. Ne kemi vënë re që është rritur shumë, maksimalisht numri përdorimit të makinave me qera. Ne jemi koshent në pikat, sidomos në pikat portuale dhe në aeroport, se sa makina që jepen me qera janë. Edhe praktikisht çdo turist që vjen në Shqipëri, merr informacion për Shqipërinë. Edhe ndalin platforma që mund ose me transport të organizuar ose me makina me qera. Transporti publik është në rritje, ka një tendencë rritjes, mund të themi që se ka, por jo në nivelin sa turistë vjen që mund të përdoren. Edhe diçka tjetër, zoti Memaj, duke patur parasysh që atë që ju thatë që ka një tendencë në rritje të fluksit të përdorimit të transportit ndërurban nga turistët e huaj, kryesisht gjatë verës, thatë. A ka vend për të riparë ndoshta edhe në disa shtime oraresh apo shtime linjash, segmente të caktuara për të lidhur një destinacion turistik me një tjetër? Ka vend për të... Në fakt, transporti publik është i larmishëm dhe do ndryshime gjatë gjithë kohës. Dhe ligje parashikon që udhëzimet për transportin ndër qytetës duhet të ndryshohen, të rishikohen çdo 3 vjet. Janë pjesa më e madhe e destinacioneve janë të mbuluara, po marrim rastin e një qyteti që mund të jetë Shkodra apo një qytet tjetër. Nga Tirana për Shkodër ka orare të mjaftueshme për të ofruar shërbimin. Pastaj Bashkia Shkodra është që zgjidh transportin midis Shkodrës dhe një pike turistike, apo Bramsuri, apo po themi Saranda. Mund të bëjnë bashkitë paktën, mund të jenë pak më aktive në shtimin e orarit. Bashkitë studiojnë territorin e vet dhe ku ka nevojë për transport. Janë të ndërlidhura. Transport ndër qytetas që shkon deri në pikë caktuar qytetit, pastaj nga një pikë caktuar qytetit në destinacionin turistik, siç funksionon kudo, është transporti urban, cilën e mbulon. A duhet rishikohen, a duhet të kenë kushte më të mira, padyshim, sepse ne nëse jemi pretendent për të rritur turizmin, për të përthithur sa më shumë njerëz, ne duhet t'i ofrojmë një shërbim shumë mirë transportit publik, aq më tepër që kemi vetëm transport publik me autobus. Ne duhet të kemi edhe tren, edhe metro, edhe underground, që të shkojmë nivelet më të mira. Po këtë që kemi, spaku t'i ofrojmë kushte për të qenë
model në treg dhe për të ofruar shërbime dhe për të qenë përthithës i përdorimit të tyre nga turistët. Edhe diçka tjetër, meqense jemi në prag të nisjes së sezonit turistik, pra të kulmit të sezonit turistik që janë muajt e verës, qershor, korrik, gusht, por edhe shtatori, çfarë mund të themi në aspektin e transportit? Çfarë prisni gjatë këtij sezoni ju? Keni një pritshmëri për sa i përket lëvizshmërisë dhe përdorimit të transporti janë shkaq i gjerë, vetëm janë 400 linja në transportin ndërqytetas. 400 linja. Janë të mjaftueshme? Janë më shumë se sa duhet realisht, sepse nuk zbatohen gjitha oraret, janë lidhura gjitha qytetet, ka linjë që mund të ketë nevojë për ndërhyrje, që mund të jenë linja paralele, por kjo është një temë tjetër që mund të diskutohet me ekspertët e fushës saktësisht, mos të ngatrojmë edhe qytetarët. Ka linjat janë të mjaftueshme, por ashtu siç është i larmishëm, po themi përdorimi më shpesh në verë bëhet nëpërmjet breakdate-it, po themi. Nga linjat të cilat janë me breakdate-in ka një shtim fluksi. Linjat që lidhin qytetet që nuk kanë një turizëm, ka një rënje të numrit të udhëtarëve. Në dimër kur fillojnë shkolla, studentët punët më shumë, ka një rritje të numrit përdorimit në qytetet e tjera dhe një rënje të turistëve apo përdoruesve përgjatë breakdate-it. Operatorët janë të përgatitur nëse ka nevojë për të shtuar mjete, operatorët i kanë detyrim ligjor se të kenë 2 mjete apo më shumë rezerve dhe do t'i fusen në qarkullim. Sipas nevojave. Sipas nevojës. Ne shpresojmë të ketë sa më shumë sepse operatorët atë qëllim kanë, që të ofrojnë sa më shumë shërbim për kthehen funditës në të ardhura më të mëdha për ta. Zoti Memaj, dhe për ta përmbyllur, nga dita e nesërme, pra nga qershori, transporti urban do të vazhdojë me të njëjtën mënyrë pagese për sa i përket biletave, ndërkohë që transporti ndërurban ka gjasa të jetë po njësoj si ky urban. Me që ju thatë që janë shumë pak ato kompani që kanë mundësi të ofrojnë dhe shërbimin e pagesave me kartë. Ne duhet fazë, prandaj përmenda, duhet fazë. Të kalojmë janë taksit, janë transporti ndërqytetas, pastaj transporti urban, po duhen platforma. Ne po s'patëm platformë, nuk ka se japim një zgjidhje, sa janë, që ta kuptojmë, është vetëm një alternativë tjetër pagese, nuk ka se zgjidh problemet që ka transporti. Nuk ka se t'jap informacion më të madh një pagesë nëpërmjet kartës. Nuk ka se t'jap një informacion më të shpejtë apo të duhet ai platforma pra që të futemi siç futemi kur shkojmë jashtë shtetit, që shikojmë ku janë oraret. Bileta fiskalizuar elektronike që mos kesh kontakt as me shoferin, as me administratorin, as me përgjegjësin e punës, po ti vetë paguan nëpërmjet platformës online, gjen vendin tënd dhe udhton aty kudo. Shumë faleminderit që ishe sot në Ekozon. Faleminderit ju. Nderuar miq, kemi shkëputje publicitare dhe do rikthehemi në pjesën e tretë e emisionit, do të ndryshojmë tërësisht temë vetëm pas pak.